Emisioni Një Kafe me Lavin mbështetet nga Prishtina Ticket, Area Petrol, Avin Cafe, Teljaku Dental, Valone. Përshëndetje shikues të radio televizionit i Stënepër, shikues të emisionit Një Kafe me Lavin. Jemi me Një Kafe me Lavin sonte, bashk edhe uroj që diçka të bukur dhe të veçantë të kemi. Jemi në Brezovic, vendosës e Dream Villas, ku po realizojmë emisionin Një Kafe me Lavin. Lumi nuk o këtu. E ka vendos pianon tek villa, or gjithçka okej, për këtë natë bukur dhe natë veçantë. Unë e falenderoj Prishtina Ticketin që është pjesë e imja, pjesë e emisionit Një Kafe me Lavin. Unë udhëtoj kudo bashkë me Prishtina Ticketin për çdo vend të Evropës. Faleminderit që është pjesë e rrugtimit tam. Por as una me këta luçkat këtu, se zakonisht thonë, po si nguce, as këta në këtë nguce. Që, po ju shqeve, dinë dhe të vinë pas teje. Kështu që duajni kafsht, nëse keni në shtëpi apo edhe nëse i keni në për rrugë, mundomni sa të pak ti ushqeni, jo ti maltretoni. Për toke, nëse unë udhëtoj kudo në për Kosovë dhe jashtë Kosovës dalë, jashtë trojve të Kosovës, si që Shqipëria, Maqedonia e Veriut, apo Malizi, kudo ku shkoj, unë Area Petrol furnizona me karburant. Faleminderit që është pjesë e imja, pjesë e rrugtimit Një Kafe me Lavin. Ju e dini është e vetmja për momentin, por ajo, jo vetëm që është e vetmja, po është ma gjigant janë vend. Ja vlen, ndaleni tek Area Petrol, të furnizoni me karburant. Por aroma e kafes më vjen edhe në Brezovicën e bukur fal Pavin Kafes. Faleminderit që është pjesë e rrugtimit tam, faleminderit që është pjesë e emisionit Një Kafe me Lavin. Aromën e kafes ma sjell, domethënë kudo ku jam unë. E bukur është nata, e bukur është kur e ke një familje që ndosh. Kam kënaqësinë sonte që në këtë vend ambient të mrekullueshëm të Dreams Villave në Brezovic, i kam një familje. Sonte familja Gashi. Faleminderit që i kam pjesë të emisionit Një Kafe me Lavin. Dhe këtu po them faleminderit edhe ekipit realizues të emisionit Një Kafe me Lavin. Faleminderit Arjan, faleminderit Gzem, faleminderit Ambi, faleminderit Fatas, faleminderit po i them Hajdarit, faleminderit Halimit, Lumit, Ekremit, Florit, faleminderit shumë që zakonisht jemi kështu të bashkum dhe realizojmë gjithçka të bukur të mrekullueshme. Kështu që unë po afrona drejt villës dhe ku jam i vendosur bashkë me emisionin Një Kafe me Lavin. Qëndroni bashkë me ne. Kënaqësi është sonte që këtë vend mrekullueshëm, edhe sonte të Një Kafe me Lavin me pas një familje të madhe, edhe një familje gash të gurrit, po nuk do me thonë që s'jemi tek flaka kështu edhe tek zjarmi. Nuk ka gjë ma të mirë edhe ma kënaqësi që sonte unë me pas babën bashkë me 2 fëmijë, të cilët fakt janë një imazh i bukur edhe për komplet familjen. Zoti Sinan, faleminderit që të kam sonte pjesë të emisionit Një Kafe me Lavin. Kënaqësi është për mua. Faleminderit juve për ftesën, urime për emisionin.
për këta dytë, ndoshta nuk du me folë shumë. Kohët e fundit, kënga e tyre po flet ma mirë se gjithë shkafe. Faleminderit. Faleminderit shumë Lobin. Neve nga ka ra shumë herë me qenë bashkë në përdasma. Në përdasma, në për mbrëmje, në për koncerte edhe jashtë vendit. E sonte kështu të një kafe me Labin. është hera e parë. Bashkë është hera e parë. Zakonisht stojnë, a e gash i gurit, a gash i drunit. Kështu që na sonte edhe gash gurit, po edhe nga edhe gash drunit. E jemi në dy anë. Zoti Sinan, me ty jemi mësu një farë mënyre, të kemi ndëgju edhe vazhdojmë me të ndëgju. Ti nuk je me këta shpesh, je me atë grupin tënë, me shoqnin tënde, me njerëz e që rrëthohësht e vazhdimisht. Sonte, të zjarëmi këtu, Qitelin nuk ka me mundu. Qitelin kina me pas mrenda kur shkojmë se Qitelin e dënë Oda. Këta dytë bashkë me lumin me piano, atje e di që kanë me qenë bashkë, po Qitelin kina me pas tek Oda kur him mrenda. E bukur është kur, në fakt, sa vite u bonë, por me qenë edhe krap shumë atërve njerëzve që cilët fakt kanë ahengje familjare, për shkak se nata e dasmës besëm të natë tradit është se pa qitelie, pa sharki, nuk shkan diqysh. Ja, nuk shkan. Faleminderit për ftesën që na ke bën mua edhe fëmijëve, faleminderit shumë. Po unë i ka si vjet i baj 30 vjet me këtë zanat. E kem shku në përdasma, nuk ka vend Kosovës që na ka në Maqedoni, në Shqipëri, në Malzi, kaluj mirë me njerëz, po njeri qysh cilët edhe i ka shuk. Tha, kush shko me hujgjë, në hujgjë bëngat. Na i kem simpatizus të mirë, njerëz të mirë, kena kalu gjithmonë mirë. Ta shpaknujnë edhe fëminja, pidojnë njerë. Nuk ka gjo ma të bukur, se ti me konë natë dasmës dhe fëminja me konë ditën e dasmës. është një kratësi, dhe më tonë. Neve nga ka ndodhë që u ka ndarë shumë të prindit, për shambull babi, u ka ndarë shumë të babës dëndrit, na ju kena knu fëmijëve tyne. Edhe na vjen mirë edhe që ka knu ose kështu, po unë për vetë ndina të dëtë, njëm shumë mirë edhe kur ka fjallë shumë mira për babin, që ajo na bën muni mas mirë t'im botë, besoj, se si njeri që e vlerësojnë. Nuk ka gjë ma të mirë për neve, për shembull kur i marrim lavdatat për prind, po besomni që nuk ka gjë ma të bukur për babin këtë rast më shkon ku shkon të takohet me shoqni edhe se si për shoqnive i thot për juve dëve për shkak që po dihet, unë thash edhe me fillim domethënë suksesin e gjithë shkafin e keni dëshmuar veç non vokalit. Kështu që e bukur është, ndjenje veçantë është kur faktikisht takohesh me shoqnin. Për kënd të folin më shumë, për Gjigjën apo për Edonit? Ja, për Bilbylin. Për neve. Për Bilbylin. Bilbyli sonte nuk erë se është me një grip. Po. Edhe e ditëm si keme orë në Brezovic, pak fëtat ambienti, nuk e morëm se e kiftu edhe Bilbylin. Kështë që një zamër në pjaqaj prej emisionit të Kafe Labin këtu. Kismet herën tjetër. Po, pa tjetër që duhet me pas. Të shpia juj, a veç këndoni këtë shpia komplet kështu? A keni dasëm gjithmonë? Jo, të shpia pak kënujna. Pak. Shpi pak kënujna, po kënujim Krejtës. Fëmija, edhe gruja më ka kënu mu, ma heret, në shkullën e mesme, si në zanca, si po. Po. Ka vesh për muzikë, do më. Jo rasër gjithë, do më thonë, pas ke edhe trashëgimi, edhe pina. Po, qashtu, të dy ontë, po. Gjida e ka dasht muzikën, Gjida edhe e Donisi. Nuk ja u kom imponu muzikën. Jo, nuk na e ke imponu, po për shkollë, unë i falenderu në shumë babit edhe motrës, se këta jenë konë që më kanë shtypër me shku shkollët muzikës. So nëse ko menu fort, apo din në atë ko menu gjimnaz diçka hajt, ama babi më ka thonë ti du të me shku gjithë shkollët muzikës, edhe motra e mo dhe Agnesën cilën në përshëndes. E sot jem shumë falenderu se shkolla jashtëzakonisht ndihmon profesionalisht mu ngrit. Se jo që të ndihmon nashta në talent ose diçka, se talentin e ki ato që ka ta ka dhonë Zoti. Mirë po që të ndihmon në më konë ma profesionist shumë të ndihmon. E do njëjtë edhe për ty është, nuk është pa imponim zotë më thonë me fërdet. E do nisi qysh 6 vjetë, 7 vjetë ka orë ndosma me mu. 6 vjetë, 7 vjetë, kjo ka orë ndosma, me eftojshin ndosëm, o dhe ke veç 2 kangë për me najknu, edhe mu mes të kënën. Edhe deri para 3 vite. Po, 3 vjetë. Para 3 vite, kjo non-stop akon me neve në për ndosma në folklor.
Bravo. E tash ka kaluar Tash. kollore. Se 3 vjetë e kena formu Jemi grupin. Në fakt, është e bukur dhe kombinimi mes juve dëve. Dhe me thonë, tash unë e shoh dhe me thonë sukseset cilat fakti kanë për marrë shembull dhe edhe Remzia me Negjatin. Sepse që sa vite ata performojnë edhe këndojnë bashkë. Kështu që është edhe një lehtësim për ty gjitë, ndërsa shumë i madh për shkak se krah djathtë, domethënë me pas vllam gjithmonë me veti, po pak është edhe sikletshme, domethënë se na jena një popull që dim ndonjëherë me gjujt ndonjë fjalë, dim ndonjëherë ndoshta edhe mos me thon ato që duhet, e ky pak është gjak nxehtë, domethënë nxehtë shpejt. E aq më tepër për motrën, normal që na gjithmonë. Ja, kanë aty komos. Jo, valla ma gjak nxehtë gjida. Po. Ma gjak nxehtë gjida, unë veç kyre me ndrejt senet. Po, me avysh. Po, se gjida është ma gjak nxehtë gjida. Ne sen me skalu më në gjida, unë jam gjithë Nisë është shumë i rinë, mosh ma i ri se unë 2 vite, po definitivisht është shumë i pjekun, është shumë profesional në punë, ka njerë mëdhimet që tha ti se i bjen krejt bora, menaxhimit e kështu, e është këtë gjë ngarkesë e madhe. Nashta ma e ronë se sa ajo që ti del performon. Normal që është lodhje edhe ajo, mirë po kjo puna e menaxhimit është shumë e sikletshme. Ti e din edhe ma mirë këto. Në fakt. Kështu, na ja nisëm me njëre, ja nisëm me bisedë, po qërën dhe gjom lumi atje dhe me thonë gisht ati pijen se ma largë zjarëmit. Po, ba. Kështu që atina s'mujnë minirës gisht, po duhet me njerë, kush për juve duhet, cilë i pija nisë një pari? Masi që qiftelin e lanë për mrena, se ja kish njës bobi. Jo, ato pa tjetër, po në thash qiftelin venda. Dhe që shtë gazep që me kënu. Qërë gjitë, unë po më dora mish me dhe zdrume, shqidrume, po. Okej, letë vazhdojnë gjida. Po, u kry, pa tjetër. Edhe pse humba dashuri, qyteti frymon, me zhurme të luvi, në mes turme së pafund, a ka vajza tjera që vuajnë si unë. Ky qytet ka plot, vajza atraktive, a janë të lumtura, a veç rob të shprehive, me buzëqeshjen e ushtruar, apo ndoshta vujnë si kuror. Lumturin unë të kërkova, ti më dhe veç lot, dhe me fjalë të rënda më ke ishtën ti mikot, unë beta dalën dyshe, krahë thyë. Lumturin unë të kërkova, ti më dhe veç lot, dhe me fjalë të rënda më ke fyer. Dashurin unë ndërrova, ishtën ti mikot, beta dalën dyshe, krahë thyer. Dashurin ndërrova, ishten ti mikot, beta dalën dyshe, krahë thyer. Gjitë faleminderit, shumë faleminderit. A ma shumë baladat kënë a ritmi? Të dyjat lab, të dyjat, po me në jonë. Nashta që më shkojnë, mundet dikush tjetër me gjyku, ama për mu të dyjat. E do nisë përgjitën cilat? Qa me nënë që më shkojnë? Valoj, nuk e di, nashta baladat, nashta menoj ma shumë. Ma shumë baladat? Se ritmi, këto kongë tonë ritmike, sërë që kanë najfarë,
Po, do kong. me anën teknike, po menon. Diçka që t'jepin mundësi me tregu shumë. Po, te balada tregohet vlera. Te balada për shembull mundesh me tregu më shumë çka je nxëndje me bërë. Faleminderit. Tek dyt, çka duket më mirë? A folklori, apo polloria, a baladat? Ku ishte më mirë? Ku t'ken ty zemra që këta dyt jonë më të mirë? Për vallaj, ne nuk di çka me thonë. Tu si mi dasim i vëra. Po, edhe. Bobi priton me na livdu. Ja, do. Priton pak me na livdu. Duhet ka herë duhet kur ja vlen kuro me vend, valla duhet. Ja, mirë, më duket pak në mirë se njerëz pi duin publik. Po që ajo, kjo unë thash me fillim thash, nuk ka gjë më të mirë kur vlerësimin e marrim secili ne e marrim pi publikut. Pi publikut, kur vlerëson publiku, atëherë kot e gjykon dikush tjetër, publiku është. Po du pak mund dal tek tret. Nuk ka kjo jetë pa sfida, pa sakrifica, pa gjana ndërsa që na vinë edhe me dashje edhe pa dashje. Kështu që jemi tek këta gashtë e drunit tash, se në hëna të gurit, po të gashtë e drunit. Para zjarmit, zakonisht, unë kam qef tek kjo pjesë me ndonë ndë një refem tjetës, ndë një refem motivus, apo qëfar dë që të është, kështu që kisha pas nëse keni, në njëni për juve me nda diçka të bukur. Na ndodhi. Çka dori? Dasma. O, ndash dasëm, ndash idhnim, ndash gjithë shka. Po do me tregu në çka na kam duhet një dasëm. Shku me knu ma herë ato kja i ka 20 vite. Shku me knu të shtunën, dilën, dasëm. Edhe knu më dasëm të shtunën, dilën, shku me mornusen kur erdhëm. është zakonte në tradit edhe një 2-3 kanë kur të vjen nusja. Edhe dasmur të quë, nizën, edhe kur dulëm të dyrt atje i zoti darës më s'pa vjen, tha, e shgodit me një shaktunin, me na i dhon paret. A i pa penin të i kisha djallin, tha, hajde i kanë. Kur shkum aty, tha, pa thot me mi fol gjysën e para. Pse marrë mja fol, tha në ka orë nusja kjeqe. Po nusja kjeqe në koftar në mësit se në ka. Dhe me thonë pas ka dhe nuset kjeqe. Po në ka orë, tha nusja kjeqe, ja ban me mi fol. Dhe me thonë, edhe aj me batut, sigur të ka dhënë, sigur të. Sigur të me batut. Gjitë, diqka? Unë e kisha të regu, nashta një farë dhimbje pak ma të fresk tash që e kemi pas qëtë sezon, na ka ndru jetë gjyshe, edhe na jemi konë dasëm të tret, edhe Bobi, edhe unë me nisen, edhe faktikisht u konë edhe dasë ma fundit e sezonës. Se kemi marrë vesh deri sa u shtu. Dhe me thonë nuk ju ka në tregu, dhe me thonë deri sa ka përfundu dasma. Bobit po për neve jo, se Bobi ka mujt me... Gjyshe u konë smut kështu, po se u konë edhe një mbush kogja e shtyrë, të 9 vjeti ka pas. Mashallah. Mirë po kalon boshllak shumë të malë, se që thujnë plaku zanë shumë vend të malë në shpe. E që ajo nashta muj me cikë që u ka një farë humbje, po mënoj në sezon me atë lodhjen, me atë ngarkesën e madhe, edhe që kjo nashta i shkom një farë historie që ka me majtë men për sot është jeta. Qush mujtë mu duru? Mos mi u të regu dhe me të nderin fundarës me skrejt komplet. Po une, si vdekja, si dasma ka vendin e vetë, edhe shëritin e ka të vetë. Ata njerës një vit për para i kanë goditjen të kuksit. Një vit për para. Mi përshëndet familjen Dedja. Edhe mi apris njeri darsmen, më ka ardhë marrë e vëranë. Edhe dhe ka përfundu dasme, unë jem shku, dhe ka përfundu dasma, këta tani ju këna të regu, mas i ka 5 mëngjesit. Deri në 5 mëngjes kanë qenë darsëm, edhe ata kanë ardhë në varrej me ngushllime, ata të kuksit falënderit për tyne. Ta shti... Jo, qëre, për neve është punë, e mira e keqa që vjen, ta shti... Unë kësha unë kështu labë, njerës presin me martu djallin ja ba 20 vjetë, 25 vjetë.
me martu e ka gëzim, e pret 25 vjetë me jabo dasmen qysh ka qef, qysh duhet. Tash një ndodhi pëse më duhet, mu në valoj nuk ja prishi ati qefin atje. A ka e ronë mja prishe në dasmen, me thonë, ja hajde në shpesin a ka, adi. Edhe kjo është sfit. Jo, në kisha me thonë, kjo është një punë edhe prej përvojës të babit edhe të familjarëve edhe që e kuptojnë që është këj profesion edhe s'na kanë prish edhe neve disponimin që mi ja prish dasmën edhe u ka përcy, ma mirë u ka përcy që shto, do me thonë në konë mënyra ma e mirë me nej që me ka përcy kjo kështë. Mënyra ma profesionale. Unë kam edhe një rast në gjajshëm kështu. Më kanë të regu do këngëtar të vjetër që i ka vdek fëminja në dasëm, në dasmen. Familjari i dasmës, një fëmi, edhe dhe ka përfundu dasmen, e ka pru nusën mrena, edhe ahi ju ka thonë burra, në ka vdek një fëmi, nesër do të varrimi, po kur ka vdek pram ka vdek, se ka prish edhe dasmen e vetë se ka prish. Për para ka qenë kështu, se sot valla nuk ndodhë kjo. Kjo sot ka ndryshu gjithë shkapi. Po. Qka po më kënon pa babin, pa hymrenda tash. Jash këtu me lusin. Ndëqam, unë e kam që me kënoj aftar të nashtine. Ndëqam, kjo është që kjo është sprova. Që kjo është që ajo dhe më thonë sprova që e the edhe vetë, dhe të me konë të përgatit, edhe për të mirën edhe për të keqen. Kështu që edhe shikuesit, e ndëgjun këta e di që lëtë kam pas bashkë me neve, po mbi gjitha edhe ata kanë nevojë dhe më thonë që me njerën bas lëtëve me qenë edhe gëzimi. Tojmë gjithmonë, bas gëzimit vjen hidhimi, po së bas hidhimit vjen edhe gëzimi. Kështu që kangë të Gërbetit unë e di që i qanë, ka edhe kangën e fundit dhe më thonë që e publikove dhe më thonë ke kangë e Gërbetit. Po. Qka kime atë Gërbet? Valla. A mos të pëtë nga me ta gjithë një nusën Gërbet? Valla, lab nuk e di, për një me jam i lidhë shumë me Gërbetqare dhe unë e pota një shpërthem, si mi thonë, ose një kongë që boni këgja shumë buj e Gërbetit, edhe ta si shpërblim për që ato që u bo, për mu që e bërën këtë Gërbetqare, për shambull, vendosa me bo dhe një kongë Gërbetit, po vendosa me bo vetë, me tekst, me vi melodike, me gjithë, do me thonë krejt truni jem. Edhe në klip o dollë kë krejt vetë. E me gjiru, kush ta ka gjiru? Edhe ku gjiru. Edhe shfrydzoj rastin, mase jenëm të kjo kongë shfrydzoj rastin me i përshëndet edhe bashkëpunëtorët. Du me përshëndet mjeshtrin e madhë Drinar Zymberi, profesor Drinar Zymberi që e ka orkestru, edhe profesor Miri Raci, bashkë edhe Heki, e Kuran Goshi u konë sala. I përshëndes i përshëndes tash edhe namën të familjes, si bashkëpunëtor që i kemi, do me thonë... Sidomos Drinorin e kena, Sidomos... po më duket krejt komplet. E më bashkë. Edhe falemderit për punën që e bojnë, se cilë janë shumë të mirë punën që e bojnë edhe dalumë. Para se më aknu këtë kongën tënde, që ajo konga që u bo virale, që të ku je ullën, pa shku të lumi atje, jo me lumin, hiq pa lumin, vish refrenin se dhe gjam. Bëllerat natë kujna konë që e kanë gru barabar këtë publiku me ty, edhe e di që kujna fut mrenda që edhe këta këngëtarë cilë kemi qenë këtë komplet, se të dhe i madhe i vogël të ka bo halal bravo të koftë. Ta shtë unë përton që akëm pa me sy, edhe Bekim Kumanova, edhe mentori, edhe ajtjeti në arta ka një ebë dorën. Ta shtë këngëtarit miri e ebë në dorën, kështu që... Aji i nderu, mi thujnë nderan, edhe aji që i respektu, mi të respektan. Unë i falenderoj edhe mentorin, edhe Bekimin, edhe Dulin, edhe kreti i falenderoj për vlerësimin edhe për respektin që na i bojnë edhe mu, edhe Gjidës, edhe Nelës, edhe Bobit, edhe krejt familjes tonë. Që të pa shku atje, që shke?
O gurbet o Iran sa guri para kohe bjen pleçnin E si në vitet por si gruri jeta e vdekja afërin E si në vitet por si gruri hej jeta e vdekja afërin Bravo. Bravo, t'lum. Faleminderit. Tash bashkan gjithë ju lumit, pra. Me që të nëzet sa je, për kongën tonë të tjetër në zësëri. Sa me gzimu nisa, shumë alej kalovan, vendindje unë mrina, veç rrugën se mora, shumë pas ka marrë malli, këto këpër me shkej, me fol gjunet barve, shqip me marer. Shkova i rije u bona plak, mu do të zemra dal nga dal, kur gurbet nuk ndull pranë vera, nana shkret po më prete dera. Shkova i rije u bona plak, mu do të zemra dal nga dal, kur gurbet nuk ndull pranë vera, nana e shkret po më prete dera. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, faleminderit. Mrekullu shumë jeni. Ftofta. Po vim të këpjesa që duhet më futë më në henda, kështu që unë pyetëm edhe shikuesve të qëndrojmë bashkë me ne, qëndrojmë bashkë me një kafe me labin, për shkak që ne jemi tash më rëndësi Dvilës, edhe aty dhe ta kemi një bised, pastaj vinë edhe momentet edhe emocionuse, sepse kam edhe diçka për juve, nuk na mungon qytelia mrenda, edhe nuk mungon edhe kanga mrenda për mrenda emisionit i kafe me labin. Faleminderit Pavin Kafes për aromën e kafes që ma jep edhe këtë vend mrekullueshëm. Faleminderit Aria Petrollit që unë po thoj kudrën për Kosovë bashkë me karburantin e tyre, por duke mos e haruar sepse unë udhtoj kudrën për botë, i këndoj edhe Donisi Gërbetit me Prishtina Tiketin, jam kudrën për diaspor. Faleminderit që jam pjesë e rrugtimit, jam pjesë e emisionit një kafe me labin. Dreams Villas ku po qëndrojmë dhe jemi, një falenderim shumë të madh, futemi mbrendit saj, edhe pastaj vjen atmosfera tjetër prej mrenda. Kështu që qëndroni bashkë me një kafe me labin, qëndroni bashkë me emisionin tuj, po e tham se juvi është. Jemi në Dreams Villa edhe për realizojmë Brezovic emisionin një kafe me labin, ishim bashkë me marketing, faleminderit edhe një herë se cilit për juve që reklamoni produktet dhe biznesin e juaj tek emisionin një kafe me labin, por edhe një falenderim shumë të madh për se cilin për juve shikues, të cilit fakt jeni të shumë që jeni sonte bashkë me një kafe me labin. E bukur, unë thash sonte, edhe me fillim edhe në pjesën e parë, po të thëmë edhe këtë pjesën e dytë, sepse kënaqësi e madhe është kur bëhen gasht me një vend. E aq ma tepër, tash jemi në mrendit Vilës, edhe unë thash, jashtë ishim bashkë me Luma Labakun, kur sonte, do të kemi këta dy shahirat këto, që të linë e kanë, unë gjitha jemi të balë për balë, kështu i kemi lonë këta dy mes, po ja nisim me një këngë edhe pastaj vazhdojmë me bisedë edhe në pjesën e tjetër e prapë po e muzikë. Kështu që po do më i bo, bisedë, muzikë, kështu që hajde, kapeni se po më do këtë mos naftofen telat. Sa e du që ta të akordimit, e du shumë që t'jetë të akordimit. Ma kur du në ma erët, po se di qka lujt është një. Lujt
kujti pak. Brezovica, afto. Ani se bitu la janë gjajale On kama qumore rep të Kosojova E bani lufte në balper bani More ishin vitet, o më të vështira More me një mjenën qine dhe jetën O kur Kosovra në Gersina Donë me zbi është do gjambi More prejanzije, o më të qojohen More me tërbim të rep të barbajare O me në vron, me në preja të shohen Vetur në për jeship taj to jopi o me duje A dhe gjaku a i shqiptarit Rane tok me bi perse ri Goja ju lumë të dur që lumë shën. Ej, falemderit shumë, falemderit. Gjita, sa herë dhe më thonë bashkë me mu e kemi shiju. Dhe një pikën e fundit. Gjitë, kam diçka për juve komplet, dikush ka shkru diçka, mundohu, e di që është e vështirë edhe kjo pjesë, po mundohu dhe më thonë me lexu. Hajde, inshallah, po moj. Hajde. Te këshyrëm që është njerë. Ha? Te këshyrëm që është, po thëmë njerë.
Ti lab veç ja këshin gjit, emnin një kafe me labën që ti në dhohe buke, në dhohe me pije, të natë mirat e zotit. Unë këshet veç ka i kafe. E po, rrugë i larkë në Brezovicë. Pije modhe. Respekt në si. Gjitë? Po, qevestja bëjni skani. A mundesh? Po. Hajde. Po mundohem. Letër për babin Sinan, vllaun Edones dhe motrat Gjida dhe Ronela. Të dashurit e me, sot po ju shkruaj nga larg, por me zemrën plot dashuri që rrej çdo ditë për ju. Edhe pse jemi larg prej kohësh, nuk ka kaluar asnjë ditë pa ju menduar, pa ju ndjer afër në çdo moment të jetës sime. Sot si motra juaj e madhe, nuk flas vetëm në emrin tim, por edhe në emrin e nënës tonë dhe motrës tjetër dhe të fëmijëve tonë, të gjithë bashk kemi një mesazh për ju. Jemi pafund krenar për ju. Babi jemi dashur Sinan, ti je zemra dhe forca e kësaj familjeje. Me sakrificat dhe dashurinë tënde ke ndërtuar jo vetëm një familje të fortë, por edhe një trashëgimi që po vazhdon me kaq shumë sukses. Zëri yt për ne është më shumë se muzikë, është kujtim, është ngrohtësi, është shtëpia jonë kudo që jemi. Edones vllau ynë, ti je krenaria jonë, me përkushtimin dhe pasionin tënd ke treguar që ëndrat realizohen kur punon me zemër. Çdo hap i yti na bën të ndihemi më afër teje edhe kur na ndojnë kilometrat. Gjida dhe Ronela, motrat e mia të dashura, ju jeni drita e jonë. Ronela ka pas me kanto. Ju jeni emocion, ndjeshmëri dhe dashuri në çdo këngë që këndoni. Sa herë ju dëgjojmë na mbushni zemrën me madh, por edhe me krenari shumë të madhe. Ajo që ju bën të jashtëzakonshëm nuk është vetëm talenti, por fakti që jeni një familje që qëndron gjithmonë bashkë, që këndon me shpirt dhe që ndon suksesin me njëri tjetrin. Nga larg më mungoni shumë, më mungojnë përqafimet, zërat tuaj dhe momentet tona të thjeshta. Por sot kur ju shoh në këtë skenë, çdo mall kthehet në lot gëzimi dhe krenarie. Faleminderit që na bëni krenar çdo ditë, faleminderit që jeni shembull për ne dhe për brezin që po rritet, për fëmijët tonë që sot ju shohin me admirim. Ju dua pafund dhe pavarësisht çdo distance, zemrat tona janë gjithmonë bashkë, me dashuri, motra juaj e madhe, Agnesa. Dhe të përshëndesim Agnesën, Faleminderit shumë. lindjen e fëmijën, gjithë gërbetçar. Po. E bukur është kur shkruhet prej ashmatet për Agnesës, edhe Agnesa ka përfshi këtu që nuk është letra veç prej saj, por është edhe prej nanës. Dhe janë fjalë të cilat fakt dalin prej zemrës edhe vinë tek zemra juaj. Është pak e ndihshme për neve, aq më tepër kur e keni vajzë në gërbet atje, sa të mungon? Shumë na mungon. Se me udhëtu nuk pa mundet me dokumentacion, por na mungon. Sa një përmesa të kam po? 4. 3 vajza, një djalë. Një djalë. Ta kanë marrë dashnin Po, mërë, ja, po. Bylbylit jo, që to deshte me thonë. Bylbylit jo, të Që to deshte me thonë. Nelën apet e ko pik dopt. Dhe më thonë pika e dopt, dhe më thonë është e vogla. Sugarica e shpisë, po e thamë. I vetëmi është? Po, nisi është. Unë i kam 4 vajza, edhe do nisim. Kur ardhe do nisim fillim, çfarë gëzimi ke? Po. Ja, nuk jem gëzu ma tepër se për vajza. Jo, a? Pasha se u të një. Ja. Njajt. Ja, njajt. Se vajza, si djali, janë sukur Nuk ka në diferencë. Sukur gishtat e dorës, cilën të preksh. A Nela bën diferencë. Po, a? Ne do të bën diferencë në Nela. Ja. Sa i bën diferencë? Te babi po. Ajo vret. Po nuk e di, është më shumë është e lidhur ajo. Edhe Nela është më shumë e lidhur me babin se me krejt neve. Edhe babi me Nelën. Ndoshta pse më e vogla? Po. Ndoshta kohë edhe mundësi dhe hapësinë ndoshta më shumë se sa për këta tjerë. Po. Me nejte, me lume ta, me babi si ideja unë tash gati u rrit. Po gjithë mune edhe krejt familje, ju viqën.
Po, që ashtu na, krejt e konsiderojnë Nelën. Nela ka gjithmonë Prioritet ma shumë. Po. Prioritet ma shumë. E tha edhe ma herët edhe babi vetë që është që 30 vjetë në këtë punë, këtë profesion. Edhe kjo i din ato Të mirat edhe këqijat, edhe pasojat cilat i ka. Pasojat edhe tani përvoja e këtina ka një mu shumë, edhe neve në ka një mu shumë. Shumë jemi me fat. Jemi me fat që Jashtëzakonisht shumë me fat që ka qenë babi pjesë moti e kësaj industrie. Para se të vite babi, a ka ndonë dhe një herë në një fjallë jo? A e manin mend që atë fjallën jo që ju ka thonë një herë? Babia? Po. Sarë në ka thonë jo, ma mirë në ka dollë. Gjithë në kam thonë ma mirë. Bash, po. A keni vepru diçka ju dhëtë që ndoshta s'ka pas që babi, apo babi ju ka thonë jo, po ju keni vepru prap, po që ka dalë që ashtu edhe jeni këthy kënë dhe në Po, atë tregoj unë që tash rastin e fundit. Po. E ftun Gjiden edhe Nisin edhe Bilbylin në Tiranë. Okej. Edhe do i kemi knu një këngëtarës, nuk po e tregoj cilës këngëtare, edhe tha piknoj pinë që zëj, tha edhe i tregoj, live. Thash ju zban mi knu ashtu, thash po thyrë në telefon, pyte a ban me ti knu. Unë me atë mendimin që se lab ka këngëtar që jenë me vitën së falë që të ndërprejva, po ka që jenë me vitën skenë dhe me atë mendimin që unë jam e rejnë këtë punë. Sa do që edhe unë jam gati 10 vjetë i bëj që po kënoj, po unë e konsideroj gjithmonë vetën, s'ka lidhje që sa vjetë jetë, do të mu konë korrekt me njerëz. E vazhdoj, bab. Unë të mendu që me atë mendimin që s'ka nëj problem me i knu. Kure sa shjep thyrë në telefon pyte, i kishtë thoi ju, thash atëra ma mirë si atëra ma mirë si thash ju, me si gënë pa e se ta kesh nëllë. Ta kesh nëllë kongë. Faktikisht ato kongë ishin ju. Edhe ju vish një këngëtare, po shumë këngëtare, ja nëllin kongët ati, jo zban me knuk, jo zban me knuk. O shumë interesant, kohë më parë o konë krasi me ta knuk. Me ta knuk një kongë, po. Sot ka ndryshu. Nashta s'mun e knën që ka knuk, ai s'mun e knën, po ka qef me knuk qatë. Jo, në përtu ta që më shpidhimin që po i merë klikime ma shumë se... Ose pa tutën që pe knën ma mirë. Po që ata, edhe ajo mundet me ndodhë, të shima sa nej po ndijen keq. A ka ndodhë dini me sot që ta kanë prish qefin? Fëmija? Po. Jo. Jo veç këta gjithë, po përgjithsi. Ja, s'ma kanë prish qefin asë një, ju për zutën një. Ja, kur. Sharra kanë bona e? Ja, të shpija kanë bon shërë në vetin, kur i kon fëmi kanë lujtjen halit, po ju për zutën një. Ja, i ka bo 22 vjetë, Gjida 25 gati, Agnesa, Linda, Bilbyli, ja, kur. Se nuk jenë lasdronë, me zveti që aty, kur së më ka orë kush me thonë, valla ma bonin që të shërë, që të problema. E kom bo krejt gjithçka me kush, e kom lidh me kush, dhe me thonë krejt komplet, ashtë jo me kush e re, po me kush. Kush hargjën mas shumë të në shpinë e juj? Valla nuk jena fort që hargjojmë kështu shumë marament se kështu. Mas shumë të ju në shpenzej. Okej. Se e kam obligimet krejt familjes. Kush kullet në shpe? Rap kullet Bobi. Mas shumë të këja vetë. Se edhe ka pak mami kullet, po apet mas shumë të Bobi. Po. Kush është ma i rap të shpinë e juj? I rap? Ma i rap. Bilbyli. Nela është e rap, ta moja edhe Gjida është e rap. Po. Edhe Gjida është e rap. Unes. Kush plenë ma shumë për ju më shpe? Që të është dileme mo. Jo, për mu dhujnë që flej shumë, por në nuk flej. Unë e kam gjumin ashtë të shregullum, po kur të këshë 7 orë, 8 orë, s'flej ma shumë në. Po, përshë ma të bjendë me thonë që ti për plenë. Po, që ashtu po ma kanë lonë tash. Lo, edhe unë që ashtu ka njëre kom brapt, edhe Nela. E përsa ta tash është dileme modhe. Kush i prish planet për juve në shpe? Mi prish planet? Kërkush qaqë. Nuk e di vëllë. Që babi po kesh, diçka ka këto.
Kush e prish pla? A gjitha... Jo, tas jo, veç Bilbyli. Bilbyli thët, jo, që shtë edhe, unë s'ja prishi tani. Kush i dhohet ma shpejt në shpinë e ju? Kush i met hatri? Kuna i met hatri ma shumë? S'po di, vëlla. Nisit nashta. Nashta mu. Nisi nashta pak, atërëhet ma shumë. Nashta jam maj... A din me Ama është i këthysh. Edhe... A din me fala? A met hatri kështë gjatë? Valla, problem. Problem. Nisi është Nuk e shumë di i pse... mirë me njerëz. Jashtëzakonisht shumë është i mirë me njerëz. Unë jam pak ma strikte. Edhe di me ndo shoqnin, di me ndo familjen, di me ndo profesionin. E Nisi ka njerë e i bën dëm kjo në vetë vete. Se është shumë i shoqnu shumë me shumë njerëz. Bravo. Tani me bo mu ilnu, tani ilnu. Idhnohet keq edhe po në shpet tani e pajtoj diqysh. Une jam ajo që e pajtoj ka njerë. Kush Që është ma... hatrot ma shumë kjo hatrot. E kush është ma dramatik në shpe? Që avden që bën drama. E du këta, jo. Nela. Nela. Me të sa keq që se kom Nelën, sa se Nela kishtë thonë këta. Sigur, të kishtë gjujtë topin ka jo. Ju pja gjuni këtë Nelës topin. Për shemull, aja kishtë besu gjitës më të kënu dasa? Valloj, s'po di. Aja kishtë besu ti, krejt dasmën tonë dhe më tonë vë gjita me konë. Po jo, unë thash s'po di se gjita do të më konë atë si votë. Po ta shti, leja ata, shkëpote. Shkëpote ata dhe më thonë... tonë... Si shkon motra jeme, atëherë janë tjetër këngëtore si shamar për vete. Tash po foli kështu pa modesti dhe po foli edhe nëse se kësha pas motër, është qashtu. Si po të këmi tho porët aty. Po, ama ma të mirë s'kisha ly. Edhe nashta se di. Pirma një qatë qytelin tjetër, se është një qytelin tjetër gjatë, je? Ekstra përgjitën është marume. Ekstra përgjitën kjo e marume. Diri sa, që kjo ka me punë ekstra përgjitën, kështu që diri sa të vim të konga, po më interesën pak raportet. Raportet e juja, raportet me grupin, raportet me orkestrën, raportet me kolegë, në më të koordinimi juj. Pas taj këthena dhe të babi, po du njëre të ju dët, të grupi juj, e pas taj me kalu të babi e të grupi vetë, sepse babi edhe babi e ka një grup dvetin që kryesisht dhe më thonë, është edhe në përdashma. Apo folë gjitha, apo folë Jo, se ti je menagjeri. Me na stres? Valoj, po, me na stres, bashkë. Mo bashkë. Valoj, na me grupin, na e na taku edhe në përdasma edhe e ke po edhe vetë që e kena një kimi me grupin edhe jena shumë me fatë që i kena djemë pjesëtar të grupit. Edhe menoj që ti e ke po që ndosmat që jena taku e ke po që sa janë konë të knasën edhe publiku, edhe dasmort, edhe menoj që një punë shumë e madhe edhe puna e tyne na bjen neve që të vlerësim prej publikut edhe prej dasmorve edhe prej njerëzve. Une thëmë që jem me fatë që i kem djemët, Hekin, Hekuronin, Hekuran Gashin e përshëndesëm shumë, edhe Armalin, Armal Sinanin, tash së fund me e kena bo edhe një mini marveshje edhe me një klarinetist i cili është... E që qëta vjem një ka, klarinetisti? Se kjo Gasha i tjetëri Sinani. Haja të këmëtoni, jo me Gasha me Sinan, diçka. Klarinetisti është Erdenaj Sali. Po. Sali. E kena bo një mini marveshje diçka për me bashkëpunu edhe me klarinetistin për dosma. Jem shumë të knasht me djemë, edhe jem me fatë që i kemë. A ka mësë marveshje gjitë? Asë njëherë. Asë njëherë nuk Bashkë të thonë në po që ditë, nga njerë qysh kur gjahec. Bashkë. Jenë shumë djemë të mirë, mas por jenë shumë familjar, jenë shumë të edukum, të kulturum, edhe jenë shumë të përgjetshëm, edhe tani ka që është kështu, qëshia mbitor të është talenti, se këtë këtu jenë brumi, këtu karakteri pak, kultura, edukata, ma ndev jenë talenti. Për neve ka shumë rëndësi që kjo, dhe na kemi pas fat që na ka bo bashk zoti me një farforme, se jemi të njejtë, a vedin jemi me energji shumë të njejtë.
Kur jemi tek darsma, ka ndodhur ndonjëherë për shkak jo juve, unë e di domethënë që ju jeni saktë dhe preciz shumë me kohën, po mendoj për shkak trafikut, për shkak kolonave, ka ndodhur mu vanu ndonjëherë? Jo, unë e për të regaj që la ka ndodhë një dasëm, e ka ndru salën. Edhe ku, zot, lokacion. Bile po të kujtohet se qatë bashkë aty në konë bashkë. Në konë bashkë. E ka ndru lokacionin e salës, edhe kejtë bëj ka të regu, neve ka harru me në të regu, edhe tash... Amo për një med jem të i kina shumë përgjetë, shumë edhe aji i zërimit, u shku 2 ora gjysë për para. 2 ora gjysë për para. 2 ora gjysë për para u shku në salë, edhe u montu krejt aty, tani diçka, u po që sërë diçka mirë regu. O arzërimi tjetë. Po, ja, ata kanë thonë, ajo sala ka thonë që s'kena dalsëm në sot këtu. Edhe tani po më thirë, i pyta thonë das mort, u vrejt që e po më tani që jem diçka gabim. Edhe u shku tani zërimi prej salës tjetër në salë, ku këna pas me knu, ama prap se prap, jena konë 1 orë për para. Po, kështu Vanessa nuk ndodhë? Jo, deri sot lab jo. Jo. Kemi kështu se zakonisht shkojnë orkestrat se kanë mi montu mjetët e vetat punës, po edhe na shkojmë si këngëtar, një mikrofon që aty 5 minuta ko po mu montu e krejt, po na jemi aty gjithë baraz me orkestr. Qashtu vetë Jo baraz, po një ditë kër e na shku para zëri, se se di qashtu... Ka një dikon, reni dhe hajdi mas një 2 ore. Shumë përgjithësi e madhe, shumë përgjithësi e madhe. Edhe to ne ka bo edhe babi, ne ka pjek që të sen. Qysh po shkon përgjithësi, qysh funksionani jo? Mirë, është shumë mirë. Se këta i lavdun të vetë krejt komplet. Une si vjet i baj 24 vjet që kënoj me Shkelzen Morinin me Zajnin, kemi edhe një violinist. Na s'ka bo vakim, një dasëm ka bo vakim me harru me shku. Këna harruën, e këna datën, e këna harru. A jem që datë, dikon, jo s'jem, e këna harru, në ka thirë, i zëti darës mës 11 ora ditës se ditën. Edhe që ka ndodhe? Edhe, i thamë që po vim se këna harru, se kime orë. Dasma ka qenë mbrami a ditën? Ditën. Ditën, o sot. Edhe ka pas darësëm, për të regoj se e këna të regu 2-3 vena, pos një të cima... Construction, po. Cima u martu, ndosëm tina, këna harru me shku kërë në shku në 12 ura. Po tha thoni babes në u ka pri shkjerë në rrugë. Ja, lojës një dhëjmë dhëmë, këna ka bërë date. Amë para 12 vjetë, 13 vjetë. Po, ma shumë. Edhe ma shumë i ka, po. Edhe ma shumë. Unë e kësha thonë kështu. E pyte një onin tha, për thët i zëti dasmës, tha, tha, kam qef me morë ndarë sëmë heret. Tha, une, një këngëtari vjetër, tha, une kënej që 50 vjetë, tha, une di kur dhëtë me orë ndarë sëmë. Une di, tha, kur duhet. Këta këngëtarët nuk duhet me hangër orarin ma tepër, se kur duhet me shku ndarë sëmë, kejtë këngëtarët e ditë. Po do me gjësure një orë, i ndodhë dhe shka rrugës, s'ka mundësi ma heret me shku, se unë i kom thotë fëmijëve të mi, ku t'i shkësh njëjt me kuhën ndasëm, ka njëjt që thët, a di shka, pusha edhe 2 orë s'ki me kënu, veç si mërë dhe me kuhë. Ti edhe të zeni, qësh janë raportet me këngëtar tjerë folklorit, për shkak se në Kosovë ka këngëtar të mirë, dhe me tonë shumë, po edhe ka besa festivale, të cilat të mbahen, është festivali folklorit, i cili mbahet, edhe në Shqipëri mbahet, edhe tek ne këtu, edhe në Macedoni, dhe më tonë të veri, kështu që ka festivale. Qësh janë raportet? Mirë, unë me të zeni s'kam kur një të kesje, ja, shumë mire kalujmë na. Jo me të zenin, ti me të zenin bashkë me kolegë tjerë. Ja, mirë, shumë kalujna, me gjithë kolegë. A ka gjelëzi se te këta për shemull që ka? Ja, a di pse s'kem gjelëzi. A di pse s'kem gjë, që unë e di kush është maj mirë se unë. Aj tjetër e di që unë nashta jam maj mirë se aj. Nuk unë ndërhyjnë atu ku s'dohet. Unë e kër e di që jam këngëtari maj vjetër, është këngëtari mirë, unë e respektoj se plesë kanë thonë, gjoje venin tanë, ku t'ish njët, do të me gjithë venin tanë. Ju me shku në atë në balë të gjakit se nuk o venin jam i atu. Ose i ati tjetër për shambull.
njeri me mujtë me gjithë vendin e vetë ku e ka, më ullë. Kush e meriton si pas teje, edhe ndoshta që nuk është hiç këtë jetë, që duhet me konë e ka pas vendin gjithmonë ballë të gjakut. Folklore? Folklori. Po. Pa ka... Ndoshta edhe që s'jeton. Nuk jeton. Po, jo, nuk jeton. Jo, s'jetojnë, ata që e kanë vendin ballë të gjakut s'jetojnë. Une kom pas fatin, kom knu me Bitesejfes. Po. Bitesejfes që njëjnë. Po, shumica. Janë këngëtarë me emën, kanë lënë bagazh folklorit. Stil, me los, folklori kanë lënë. Po, janë me Lusi Drenufcit, Sali Ferizi. Sali Ferizi, Alia, Ali po. Krasnici, Isa. Ali Lbityshi, po, janë këngëtarë krejt të mirë. Shfrytëzojmë rraftin me përshëndet Bacin Lil. Po, Ali Shumë Lbityshi. inshallah është pak me shëndet. Keq inshallah një mos zot edhe bën më mirë sa më shpejt. Amin. E kim Bajrosh Duten, është Augustin Nuka, janë këngëtarë të mirë, shumë, kanë lënë këngë folklorike, kanë lënë bagazh. Po për veshin tem, unë me Asman Sejfen se kësha në ruas. Nuk e ndra në kërkade. Këto dashta, dhe me thonë. Unë se kësha. Se unë s'kom posën mundësi me ngu Sali Bajramin, kusha kon Sali. Po. As Ferizin, me Alijen po, që me Alin kom pas ras me knu, me Alija kom këngëtar shumë i mirë këngëtar, po. Unë kom pas fat me knu me Bitesejfes 11 vjetë kom knu me Zenin. Edhe i kam dojt në unë si kam. E me Asmonin valoj se kësha në ruas një. Asnja. Përveç temin. Po. E përveç këtëve dëve, kanë se kishit ndrujo prej estradës, tash këtoni tjetër, jashta folklorit, populores, kanë se kishit ndru. Labë këngëtar të mirë ka pas edhe gjithmonë ka me pas. Edhe për menim temin, krejt jënë të mirë. Me vequ dikant? Po, me vequ... Tash që nisin është ta e veqon e ikon. A ki me veqon e ikon? Krejt jënë të mirë. Valla nuk e di. Për një mes ka pas, tash nuk jam në kompetent në shta me full, Po, bashkë. që e vendosi këtu, ka pas. Amo gjithë ka pas këngëtar të mirë, edhe ka me pas këngëtar të mirë, edhe ka. Ka edhe shumë këngëtar të mirë, sidomos që apo mbën muni mirë që janë të dalë edhe këngëtar shumë të mirë tri. Tri, gjenerata re. Mbreziri është të dalë shumë edhe këngëtar të mirë. Po edhe që apo vjen edhe ma mirë, se janë të dalë edhe instrumentista shumë mirë. Po. O të pas instrumentista... është të avancu shumë muzika. Shqipni, shqiptar, instrumentista shumë të mirë. Normal që do të me na ardhë mirë, se na bjen me bashkëpunu, është të mirë të krejtve. A më tash me përmen a jamër, s'po përmenëm, se me përmen... Një idhojë tjetë, ja? Edhe pse na i kemi raportet e mina me krejt. Me krejt. A ka dikuna që duhet me thonë faleminderit? Po, mërë që s'ka. Po. Okej, kujna i thonë faleminderit? Unë i thëmë Zotit, mas pari faleminderit, që ne ka dhonë talentin edhe mundësin që me shprej. Mas pari shëndetin. Edhe shëndetin edhe krejt që i kena, edhe së dyti i thëmë babit faleminderit që në ka nejt, edhe familje që në ka nejt mlapa, edhe në ka përkra edhe për krejt senet që në i kanë bo për neve. Edhe streti, me ndoj publikut, Po. do të mi qenë gjithmonë falenderus, se populli janë ata që të ngrisin edhe t'ullin. Kështu që përjetësisht falenderuse do të me qenë ndaj publikut. A dini me falë? Po, mëre, burat falin. Burat falin. Dënis? Po, normal që po. Gjitë? Ma ere tash ko gjasdër, po. Pa dyshim që po, normal. Po. Kuna i thoni në falë? Prej emisionit i Kafe me Labe. A ka dikush që do të me thonë falë? Falë. Jo, unë pjë thamë këtyne do të më thonë, mu më falë. Thuni më falë, babit. Na falë Allah ilis nëse ditëm. Na falë se se ditëm që duhet ty. Ti më thonë, te më falë. Më falë babit, më falë edhe ndështë edhe mamit. Se mami është aje që kryesisht është pa gjumë. Pa gjumë, edhe pse babi e ka një stres shumë të madhë, po mami është ajo pa gjumë se pa ju pas në renda në dhomë, ajo nuk bëhet rahat asë një minut, asë një sekund. Kur jemi tek fundi emisionit, edhe ku me përmbyll krejt komplet, dhe më thonë edhe me gjitën,
me një kongë. Pikrisht me këtë qëtëllin e vogël që erdhë këtu që kjo e vogël për ka shërin e malë. E di se së tëri prej juve, i keni ata njerë që duhet me falenderu edhe duhet me thonë faleminderit për bashkëpunimin, për gjithë shkapin që keni pas, kështu që gjithë për kënd e kishe falenderu për fund të emisioni. Unë e falenderoj shumë bashkëpunëtorën tem që prej fillimeve të mia ka qenë gjithmonë me mu, është krenare Limani, që për kujdeset gjithmonë për dukjen tem, e falenderoj shumë. Faleminderit për çdo herë, se ajo kujdeset për evente, për koncerte, për intervista, gjithmonë e kam, edhe kam shoqe, unë e konsideroj edhe shoqe. Bravo. Jo veç bashkëpunëtore. Bravo. Dres? Unë do prej bashkëpunëtorëve i falenderova edhe më herët jashtë, që kem disa prej bashkëpunëtorëve, po ka edhe tjerë bashkëpunëtorë që i falenderojmë edhe i sholla na ecë marë që shto, qysh është të na ecë. Të rajtë. Zë që Sinan, me falenderu dikan? Unë i falenderoj grune, fëmine që po më ngujnë. Qaja është... Bashkëpunim është të dhaj. Qaja është me e bukra. Qaja është me e bukra. Unë po të japi këtë qëtëlin, edhe unë po ju falenderoj që ju pata pjesë kësaj natët bukur dhe natë veçant, uroj që ka qenë edhe veçant edhe për juve treve. Gjithashtu, knatësi shumë e veçant. Faleminderit shumë edhe njerë. Faleminderit gjithë me ty, duhet me përfundune. Në një kult Kosove, stymon të o gjaku, me një nuset re, po gzohej konaku, po bohej atë natë, dasëm pa daule, kur trokitën plumbat, nder të asaj kule, dhëndrinë atë natë, se për qafoj nusen, se zemra i thoshte që ta merte pushken, për shëndeti nusen në atë rësir, në vend të mirë se ardhjes, na i thalam tuni. Për një natë o dhëndër dhe ushtar, e kishtir Kosova në dasmën e saj, dy dasma i bani atë natë kulla e ti, njanën për dy zemra e tjetrën për liri. O njanën për dy zemra e tjetrën për liri. Përna që pas që të zëtë sytë më shelë. Kujna të shku, kujna të shku. Ja, po më të qenë me mos sejtë që s'pë mëjë që shtu për... Edhe për trublona, edhe për tutna. Për tutna në tërë. Dore? Se, ama Dore? Hajde. Ti kom hekja dhe Dimia, ti kom hek një Gjakovës, ti kom shtin fund. A për nërta, që apo në, ha? E, kom shkoj që, ha? Kush, bre? Hajde shkat në gjonë dyjave, si për mirë, si për keqë. Ha, është dripi mja? Hajde. Është dripi aje se boja, ha? Në lëkuja është, ha? Edhe një piskat, fërsh ma ka dole. Hajde që Se bolëm ka tu da dhe piska ma jote. ka dole. Një ka lezet, jo ka vjetë dishka për me si mirë.
Tërë. Ku? Hajde, shpije mrapa kësajnare. Jo qashtu, Ma kalaj. Zidin e ki. Hes ka dole. Se ne për filmar? Se ne për filmar? Qashtu, po mrapa. Kujdes që të shkollën. Sa shkollë janë? Pret, sa shkollë janë? Vesnja ka kanë. Ka kanë konë, gjakërëve si kanë maru. Kujdes? Me kom djata. Me kom djatë, që më nga fa. Bani bismillah. Bismillah, me inuse. Bismillah. Mashallah, mashallah. Bismillah, bismillah. Mashallah, mashallah. Ka dole. Hajde të lartë ka dole që një ure, e të njës ka dole. Sanet e mira ka dole. Sanet e mira, frovëlla ka dole. Me kom djatë, Ata në ove me kitë kom djatë, për dyjat mija të jenë cëllën ti e mirë është. A jem mirë. Me kom djatë. A jem mirë. Po, me kom djatë. A jem mirë. Po, dhe. Ku në rejna shtashme se të të sigërtina. Ilash kuferat. Hajde të latë mo ilash kuferat ilash ato, hajde mo. Hajde veç pak që të tjera. Ajni gati. Na gati jena pi që 3 orë gati jena, për hajde mo, ku jena? 2 javë kam qenë për një javë. 2 javë për një hera? Po, më shëli sot një më si qaj. Qeli ka më stani. Hekune këto më si qaj. Heshma më stani. Më si qaj. Ti bëni qeli. Më si qaj. Nuk i qeli më stani. Nuk i qeli, nuk i qeli. Më si qaj. Qeli. Erën mirë pjani. Më si qaj në syt. Më si qaj. 1, 2, 3. Mashallah, mashallah. Mashallah, mashallah. Ku janë? Ku nuk e di? Ha? Ku? Po vjen me kohë, po vjen se stiri. Që është të sila konë? Hajde në tash me mu, hajde në Po unë bja? Ja. Mashallah, kullam. Hajde të fëqafi, ha? Hajde. Një javë ditë që të kene më knaqë. Që të? Një javë ditë që të hëzmet kom jo bo, tëna kom ju nejtë gati, se... Për të ta për gjona i sam? Nuk gjonë, sa nuk gjonë. Për të ta për Nuk gjonë, sa nuk gjonë. Shumë më gëzë për ku vitit e të këvejnë. Nuk gjenë, sa nuk gjonë. Shumë më s'ka që kërkon të në bazin. Hajde tash, me gaz ta marim. Ata me gaz. Se ka se të tutë. Ata me gaz me morë. Ka dal tash, hajde. Pshetin edhe një herë sytë? Pshetin edhe një herë sytë? Aj fri qira, aj fri. Pshetin një? Aj. Ush ka fesha, ush ka fesha, ush ka fesha, ush ka fesha, ush ka fesha. Mashallah, mashallah. Hej, zot faleminderit që më la për këtë. Kur? 7 ditë lapë që të a? 7 ditë, jo veç këto, edhe në detit e Për tu t'la kam e lu meq. Për faleminderit. Po do me mra të likve s'pja që dhe uj veti që shtë. 7 ditë është kam e lu meq për gëzimi, 5 miri, për t'kallëzaj, nuk më su trupi jam, këtë që shtë. Pas ta më qash. A di qa për përqe ma sute? Që në mure kujës ta që kërkoj këna mullo desh. Qka? Desh, për kejtë sula këna mullo. Tu me ma më qelë dhe, ha? Po për ku qëkën ti? Pa, për ku qëkën ti, si gjalli ju e njeve para ti, ma këna rri. Kjo vla e shte për rri. Për që taj kafe, për që s'ta zet. Hajde. Ma tja ras, shëte me najtë në ru që atje. Hajde një si ju gjetër. Ja bajdaf, e do fë pak. Ko Sofie, Sofie. Besue që ka. Lab, kur se kësha besue trupi jam që ka marrë që si rani. Për jetë. Me penzien të amin kur heq. Qa? Shlir, rahtomi, si shpitjuj. Falenderit që më se rësha Shpia ju jo kjo, kështu që si shpitjuj, unë bjo bëj kafe. Faleminderit shumë. A halja ta mla pipeni, A po qashtu? Pa. Qiko? A tha me na shlir. Shlir që të kom të na. O da, pa tha me na shlir. Pica të kom qështu që ke patet me sile kom qështu. Shlir,
Pa det slir që. Facilen që këto, gazin, që shpibjen. La butëm e ma qëtë. Sofia. Qëtë me këshu që da konesa. U gjë gruja. Tha re shlirë si shpitone. Po të tha rri, tha bezbëll, kur gjo, po rri. Tha re shlirë si shpitone. Si do thmit për qëtë. Për televizori. Gruja pi prish. Qyqe, ku pe qatë qyqe. Mangacë, në nuk më me qy pistolë se ty për shëne. Po larë, e pruna mangacë televizori. Ka bërë, që djerë shë ka bërë mrapë. E pruna mangacë nuk shë, ha? A tha me na shlirë. Se? Ku dojnë, që pas da mu pak tu kesh. Me ta. Pas ka me më pështu shura. Tu kesh, kjo vjonja që kuze. Me të pak. Me dhe gitruni. Qështë? Që ha, qëtë ku dush. Laba për qëtë kofa krilon me duqa. A dhe që gjysur aty. A një zibo, fal di shka. Ku e folë më të qa me kja afru këto ku se jemi mësim online. Pa me të që për hjek për Ka për që për më za struja, ka për që të qa kje hek për se më lëdh. Shka jetë atë të zoj për dreqë. Jo, televizion, eksplodon, pam e herë. Ha? Tu gjithë, shka i paku, eksplodon kjo pak qitë zë. Më jetë me eksplodu më të, që ratë pjo. Me për të lëshu dhe shpirti. Sa ka la vlopë. Shka bojmë që, ku që pas që më knashe, se fije. Ha? Ka sponsora. Hajde latë. Hajde latë. Ha? Se djel, inen të lashe, edhe ti. Ljushin durt. Pas ka knaqë. Mes juve për. Hajde. Ama një ka zëni, qësh ka ju në Eurokacion, e marrë ma herë, e të frita këto, qësh ka ju? Që vete me këta Kjo nuk është normal për të kalzej, pse i teket, vese me mora aeroploni me vëzi. Kjo e ka që aeroploni për pjetë. Tot. Si kja mo, si Sofia mo që ti me boj gara ku të gjina që për ma. Ja. Shakish, pas musafirë zët një zoja krejt i shikon. Në për pushima të shumë. Krejt doktoresha, krejt që si inxhiliere, krejt që si dati do nga gjakosja, dyken, po të familje kështu krejt të shkun, fëshe me thmije me krejt. Kajti sa deska ta aeroploni por, pa që përvini të na, pa vëndeti, sa në janë i sikurti, ta ka morë mollë, si shki pa dreska vidi, tas na kalon me dorë kërkën e heqe. Krejt aeroplan që ka zbrit, krejt e nërë. Ndeti la, krejt të kojt, najt. Ani kura, aeroplani ora. Bum tok, krejt shuplakat, rap. Me dela kalisti, bum! Bum i del raboni, me një herë dola. Karo dhe herë, bum! Bum i del... Asha që zëp, pa të kalë dhe shkërkën a zbit purt. A po të muhabet, se zakonisht ju jeni muhabet qike kështu, mi zë spretni me bumabe. Valoj, pa të Kjo që ka dal goja, e ka u qua plane, e ka u zdyp të fuqë, qiklehe, letë zdrypi he. Ja, s'ku po hala ma 3 mirë pa u tuti, më ne ka faktut na. Po, ka këshohet. Që ka dhe ka të bëjtë? Thash aeroplani jëtë nuk ka pa qa për tutë është e? Pa le tutet piloti që të vëzicën e të najtje ma një fatë. Me hongër si u qetën, se s'po qetë qenë. Po, Tri, hena kanë qitë. Tiles na ma. Pa qyshe diti, ngam, qyshe diti për neve, qfar ilaq është i pina. Ja, për në kësoj ilaqin atë hapin e sheqerit, muet i njërës. Pa, dikush i ka kuel për neve. Qa si respekti? A në nalën me bujt. Në blan po. Rënjëson të jo, se kina me shkute, rënjë që ja dese që për jështojnë që tu rënjë si shpeti ju, i thav, ja, zotë i dharë breqa. Po, të si kini knasë. Ju ka piloti kësona, ves për rësë. Se përdu me shku, se për po presin, e unë përdu vish me ju qu diri nalt edhe me ka vendin ku kini me plejt. Po, a? Edhe vendin ku kini me plejt, edhe dhome ku kini me plejt. Qusi fije. Pa qusi në alë. Edhe mas andej dhe me thonë, unë jo ljot lira bëni qka të. Po, a? Mundër edhe me himu ljot. Ej, zatë që falë vine, se po. Mundër me hi dhe me A, ljot. njësë, A jeni gati? Po. Pa me në herë, hajde.
Hajde, zoti për e që dorë, apëse pak për më shona dhe qisë të nga po kohë. Pej. Për në mështeshë, ja. Tona, Për në mështeshë. shërbimin ju bojnë këtë komplet stafi. Ajo në mashqe, them. Edhe mashqe edhe perna, herë, ndrohen. Jo, ku qovi s'tash. Okej. Për në mështeshë. Lepe, Kjo dhomë është dy, që ku është kjo 2 kreveta që do një 2 jatë pleni bashkë. Që të flajone këm që për dritore slabë. Kut kishë, fjesta prej, kutu, ja. Kërës për Kutu, kat Më së kishë. bëner dhe. Ali më të kat kishë. Po një për në të ranua që puna jo të vlovja. Dhe gjamë tashtë, Mashallah, ndoqit atje, ndoqit me plejt bashkë pleni këto. Po, a? E ndoqit me plejt ndomas, mundin me plejt edhe. Jo, unë e po, se të që na vjen e Mustafa e lojmë qëtu. Në më tonë më safer. Që na vjen e kohen Mësashtë ma mjena dy atje doma. Ma mjena. Po, që sa mirë koka harmoni këtë Unë lak. para armo, që të i lo tjesha të Po, edhe unë që se... Po, harmoni... O, shfa gjarkuzi! Mashallah... Unë e leona në gjarkuz. Gjakuz. Për të gjarkuz unë e leona. Gjakuz. Gjarkuz dhe edhe unë e për thëmë. Gjakuz. Ade. Ja. Tot. Gjarë, shka që shmundin e. Jo në ashtrajni me la me plejt. Njën aty. E tim qyrë unë e leona atim këshyrë. Unë e Po, leona se atim abdin e këshyrë. këshyni njëra tjetër. Po. Për jo shta e kini pishinën, i kini krejtësani. Kështu që, unë e pjo lo, Kështu që... Lapshana po unë e ti njëve. Lapshana po Shola unë. e në... unë e pjo lo juve, Po, a? kalën i mirin, se Lap, edhe në tekë Ku vësh ka ti? Pas për manin. Ku vëshkan? Hajt. Hajt. Hajt, lap, diltina për pëshojnë a pak që të... Për pina dyja të herë që të tani ma vërë dollë në tona. Ziboj, ata këte shpinët, a se këte ma shpinën e... Mire, hibi sa mu pështet pak. O, pasha zëtë, ka kam lodhe, ka kam... Ti mirë hjekës të patin që me... Uf, sa kokë da lodhë. Atë parë në gji. Ha? Atë parë në gji. Jo që kësë të zetë. A? E ziboj ditën e mire. Ma vërë. E lesh mira Fatme. Ej. Fatme. Shëma. Aj, ditën e mire. Hajde të... A Fatme. Që kisha filajt, o, sa ti madhë. Aje qura filajtën halasi budalit. Sofia! Hajde! Ku je qik? Hajde shtë për joshta, hajde! O ta thaj dhe që qafer mu të për jashta? Hajde! A për din morë! Që ka dole? Hajde ka dal dole së në shpitona, ka thonë lopis së në shpitone. Hajde! Hajdele? Ku kafe ti pa mua? Hajde që shekon të flaj. Të flaj? Pa! Që sëm qove? Se më dhim të ati, sa mirë shekon të flaj. O kërhat që lezëm, do onrat mira dë. Për të më dhim që. Se një të pota me të quë, për të kalë zi drejt. Shu se e ka detin e bakshishave. Sa dure në qytetan? Ha? Dure në qytetan? Po! Qa ty kishë i dugoj? Ku me i dugojën e nuk po, sa me së më thirët dugoj? Qysh kam qepin shqytyre me shku? Që të njusës, paloma ka. Tu, që të papuqa njusës që të njipit, ka i pa papuqa në përsobë. Që të pas ta malë njusës, Njusës. po, mas nejne që të nga kuvitje halo, që të ka maska, që të këtë pa isë të kuvitje të ngap, dyve, vit dosta me t'i ka adzu. Mas nej, di qikave, ka i shampan, edhe ju ishte, Më shumë. edhe do. Qysh me shamponin e këm? Mas nej, Zbo. njipit, ma qimë për morru edhe shkum. Zbo, qysh me jenë dhomi ke morën banja je normal? Ham ke lonë ti pa, qa ke morë ti të shanë? Nusës, këllë dëndë me ladhan. Me këllë dënë të në halovën të misi këm loje normal, tja je budallica shka je? Shka më të me ladhan, qa ki me dalën takima? Po zotit rofshit jasme më kënë, ua më kënosh që je rrëtë moj. A je moj budall? Nga, për dit për qëtësin që si sa nëse më thanë mua ty. Ditë për ditë biqë që sa në shanë? Ti nese i merë, ju qëtove. Që të
kafe për Këtë veti. me baksishe, faleminderit, hal, faleminderit. Qushtë edhe këtu është ka që t'ja vjeti një kafe, e hajde pak të bojna chill. E më të rejë dhe i shishe të pita. Quhet, hajde, qu. E vëzët sa më nërvëzën, sa e du për ti qyshe, du se dretë që është. Dretë që është, i mirë. Hajde, që t'e kafe për veti. Hajde, ta unë drejtë qatë bëth, shtram. Ey, Sofia abla, Ha? gel burada. Kusë të runa. Ey, yemek hazır. Gel. Kure nëzove me të tërqishtën për djeshe? Je qik në për seriale e ku mësun e ku dit. Ta hongë të dreqi serialet që... Hajde më Provë shumë. jo të pasën në tërë ka hongër bëks, përvirë se me kom me hongër e shema mirë për heq me lahide. Ta hongë bëkër e tash, më s'ki që ka bëvesh rase. Shikues radio televizionit një sene, shikues emisionit Një Kafe me Labin, uroj edhe besoj që një natë bukur edhe të veçantë keni pas edhe ju. Faleminderit Arianit të Mpult Atjenal, faleminderit Hajdarit, Halimit, faleminderit Ambit, Gzimit, Fatosit, Lum, faleminderit Fatos, Ekrem, faleminderit Florit, gjithë atyre të cilët fakt janë pjesë e imja, pjesë e emisionit Një Kafe me Labin. Prishtina Tiket, Aria Petrol, Pavini Kafe. Faleminderit që udhtojmë bashkë. Prej këtij vendi këtu sa jam, ju them qëndroni bashkë me Një Kafe me Labin sepse java tjetër, a jemi këtu, a ku jemi, ju mbetet veç t'jeni bashkë me emisionin Një Kafe me Labin. Takohemi javën tjetër tung.